Fshati i Rinj, pjesë e njësisë administrative Lunxhëri në bashkinë Gjirokastër, është një nga vendbanimet më të hershme të zonës. Ai mbart histori, tradita dhe gjurmë të jetës së dikushme që ruhen ende në arkitekturë, në zakone dhe në mënyrën e jetesës së banorëve. Edhe pse koha ka sjellë ndryshime të mëdha, e Rinj vazhdon të ruajë identitetin e tij karakteristik. Sot në fshat kanë mbetur shumë pak banorë, kryesisht të moshuar. Megjithatë, blegtoria dhe bujqësia vazhdojnë të jenë baza e jetesës. Fshati tonë, fshati i Rinj, ka blegtorin, ka dhe bujqësi këto dy, dhe që janë të ri, që kanë lidhur nga në vjetë e tu, i ke të tërë në emigrim, s'ka njëri. Këtu është moshë e tretë, edhe shumë pak të rinj, shumë pak. Që në 90-ën që kanë filluar një pjesë, filluar blegtorin në prishjen e sistemit, me blegtori janë marrë sot e gjithë ditën. Dhe një pjesë i kanë prishur, një pjesë që u ikën mosha, kanë mbetur të vetmuar, ja unë kanë patur vetë blegtori, isha i vetëm, u detyrova i prisha. Rinj është, i ka bërë të gjitha. Blegtori, bujqësi, perimorët janë këto. Frutikura, vreshta, trofiq, këto. Ka furnizuar edhe qytetin? Po si, po më shumë e ka furnizuar në fshatin Tashiu, Karjani. Me ka kozin më shumë. Kështu në Rinj, këto fshat ja bëjnë sa për vete, e pak të pronte bëjnë pazarin, shpejnë pazar, po më shumë ato dy fshata, punëtor, me prishës. Nuk e ka lënë njërë pa njërë, e zhitë dhe ka këtu, i hapje derën. Banorët kanë nisur punimet e stinës duke punuar tokën dhe duke u kujdesur për bagtit, ashtu siç është bërë brez pas brezi. Edhe me sfidat e zbrazjes së fshatit, tradita e punës dhe lidhja me tokën mbetet e fortë. Kjo është një periudhë krasitjesh. Tani krasitja është në të mbaruar tani, se i vjen faza vetë. Tani bujqët kanë filluan tani me mbjelljen e qepës dhe të patates, të hershme. Tani kjo është sezion dhe më vonë, mbjellën dhe më vonë. Po tani një pjesë e mbjellën se tuan se kjo është një fazë tremujore. Që më pas të mbjellën dhe një perime prap dore dytë, një tomate dytë ose një barbunjë, diçka tillë kështu. Qëndrojnë aty në qendër fshati, edhe kanë fletur në makinë aty, kanë ardhur në përshpira kështu, janë rastësisht që kanë vjetë një te porta. Aty, po filmonte ai lule kështu dhe i fola erdhi ulën aty në verandë, piu një kafe me mua bashkë, domethënë. E pëlqejmë fshatin? Po si ore, si e frekuentoj fshatin, malet, vendet, gjë e bukur natyra dhe çdo gjë. Këta që janë qikë gjënje, hejnë në i gurë në kokë. Edhe që janë një shëmurja, hejnë një vje bari. Po si zonë e mire në gjëri, të poguash që të bishkru. Si fshatë, si krahine, kënë mine, edhe si krim. Ja tani në fillon faza jo me mbjellje, me në qep, patate, në këto perimet, që të bëjnë. Si familje këshu, ka janë një 50 familje, s'ka në 2 veta, në 3, plejt veta. Rallë janë që ka po me blegtori meren një pjesë. Kam qenë në ndërtim tani, si shdo në pensioni, javon më shumë pëmtari. Në shpi me pensionisti, i gjera. Ja bëjsh një përkatje dimërore tani, u litë pëmë më radhë. Pas edhe bëjmë në punim për patate, për qep. Sa për vete? Po ka një pjesë ka bakti, një po thuaj që jakshu. Të rritë thuaj që ka një kur hizë fshati zbrazur. Po thosh pra gojnë 130-150 shtëpi tani që ti numërosh me gjishtë. Rinja, si kuto, ka një 3-4 veta, 3-4 familje, ka në dhënë dhije. Lopë në një sa për shtëpi, 1-2 për shtëpi. E Rinj poshe me shprese dhe zhvillimin e turizmit. Vizitorë të ndryshëm kalojnë nga fshati për të ngjitur drejt malit të Çajupit, një nga destinacionet më të njohura natyrore të zonës. Prania e turistëve sjell gjallëri dhe mundësi të reja për komunitetin, duke i dhënë fshatit një frymë të re dhe një shpresë për të ardhmen.